Shqipëria sot ka një qeveri që është gati të mikpres, të dëgjoj, të ndihmoj dhe të garantoj çdo investim që të kthehet në një histori suksesi. Ne hodhëm një hap 10 vjet më parë dhe sot shohim distancën që kemi krijuar me të shkuarën fal këtij hapi të hedhur. Madje sot kemi një urë me këmbët ngulur fort në të ardhmen. Dhe objektivi është që të ridyfishojmë shkëmbimet tona tregtare. Dhe nesër të ndërtojmë një autostradë suksesi midis Bosforit dhe Adriatikut. Sepse kjo marrëdhënie nuk është thjesht ekonomi. Kjo marrëdhënie është vllazëri, është besim, është një bashkëudhtim drejt ardhmes. Ura që sot lidh Stambollin me Tiranën është më e fortë se kurrë. Ura që sot lidh Turqinë zyrtare, Ankaran me Tiranën zyrtare është më e fortë se kurrë. Një urë që bashkon dhe që e bën më të shpejt dhe e bën më të lehtë. Edhe lidhjen e lindjes me Perëndimin përmes korridorit të 8 dhe portit të ri të Durrësit, por njëkohësisht që lidh historinë me të ardhmen, që lidh shpresën me mundësinë, që lidh reflektimet e të shkuarës me ambicjen për të nesërmen. Shqipëria-Turqia flasin me një gjuhë